një parti që del dhe deklaron që është dita e afatit fundit dorëzimit dokumentave, mbyll dyrë, s'ka nevojë për koment, është papërgjegjshmëri. Se ti nuk mund paragjykosh kush vjen, si vjen, tek vjen. Ti e detyruar paktën ai komisioni i cili e ka për detyrë, komisioni zgjedhor elektoral brenda PD-s, që të jetë prezent në detyrat ditë. Kjo është minimalisht gjëja më minimale. Papërgjegjshmëri, si shumë papërgjegjshmëri tjera që ne hasim në mënyrë të vazhdueshme. Po kjo është një ndër papërgjegjshmëritë e vogla. Edhe mund shkosh edhe ti depozitosh te sekretaria, megjithatë nuk kishin dhënë as sekretaria dhe kishin dhënë vetëm rojen e godinës. Kjo është pastaj edhe në aspektin organizativ është si të shfaqja e zezë, po ky është realiteti, nuk kemi çfarë bëj. Ndërsa për sa i përket faktit që në vërtet zoti Berisha në atë mjedis që ka krijuar totalisht në kontroll të tillë, qoftë në qendër, po qoftë edhe në përdegët e partive demokratike. E them qendër sepse për gjithë fenomene që ndodhin të rënda brenda PD-s, mos ketë asnjë zënë kryesi që del dhe i kundërshton. Janë cënime të rënda të parimeve demokracisë. Nuk janë çështje të thjeshta, nuk janë debat mes dy personave, nuk është çështje Saliani, nuk është çështje Alesja, po nuk është çështje Riko Kalari. Është çështje parimi demokracisë, kam drejt regjistrohet. Minimalisht, ti mundesh ta marrësh propozimin, kërkesën time për kandidim, ta analizosh, ta trajtosh, të mos kesh një përgjigje zyrtare. Janë disa rregulla që nuk e di se si këta nuk shkojnë deri aty që jo të respektojnë, po as mos i përfillin fare. Është minimalja që duhet bërë.